ton, kohë që nuk kthehet më. Për 17 vjetë veç 4 qerdhe, asë një qerdhe në mandat nuk e ka ndërtu. Kjo të gjumë mundet me vlet veç para qasaj turmi që aty. Tash me dole ashtë me thonë që Imri Ahmeti në Lipjani ka marru 5 qerdhe. Që ka thunë jo? S'po flasë për Gazmagjerin, as për Parim Ramën, as për ati Shpend Ahmeti, as të tjerët, as Isa Mustafa në komunë Prishtinës, as kryetarët e komunave gjithandej Kosovës, s'po flasë për ato. Pra Imri Ahmeti 5 qerdhe i ka ndërtu me Lipjan, unë i kom vizitu. Pra s'është e vërtet që i mbo 74 qerdhe, apo kuptoni? Kjo është mashtrim elektoral, i cili po shritët kështu si tillë. është mashtrim elektoral. Pra, jo, nuk e në marru 74 qerdhe në këtë mandat, ju më premtu 120 qerdhe. 160 qerdhe, është mirë mi kërku dhona zyrtare ku janë që të qerdhe, edhe me nëzirë, mi po. Ata i nëmrojnë edhe përfundim edhe në shkrimin e një letre, letra në shkruan sa dush, ministri, nuk është çështje e letrës, pra jo, nuk është e vërtet. Pra, po mashtron kur po 4 qerdhe i në marru për gjithë kohën. Jo mërëse, kjo është memorie kolektive, prindërit e Kosovës e dini, kam fëmijë në qerdhe. Edhe njëherë, po ju thëmë, Lipjan, Imri Ahmeti ka marru 5 qerdhe i ka të marru me Imri Ahmeti. I lutem, këto janë mashtrime elektorale, kështu është propaganda, dhe unë jam gjendje, të ballafaqohem, të thëmë, ja, kështu është e vërteta kjo. Dhe të shumë që pa përgjigjet ai. Pa të nëtumë se vetë kush, në parti se vetë kush se zguzën, edhe ai shkëritis ballafaqohet kërkon, tani kjo rana bëhet kolektive, edhe se cili përsërit, 74 qerdhe që ka marru Kosovë, vjen dikush nga jashtë këtu me siguri ku ka marru 74 qerdhe. A është e vërtet që në Kosovë, populli i Kosovës... Ajo ke kundër përgjigjit ti që sa qashtu? Po, vazhdimisht, a është e vërtet që populli i Kosovës, në Kosovë ka pas që ky njeri ka menaxhu vetëm shqiptar në histori shqiptarisë Kosovës, që ka pas 13 miliardë euro buxhet, edhe s'është gjendje me numëru një projekt që e ka nis, e ka përfundu. Pra një. Me thonë, hajde një projekt veç tregon atë cilin e ke nisë dhe ki përfundu me 13 miliardë euro, me 5 vjet, me 51% që i ki pas. Çlirimin e Kosovës? Po jo projekt infrastrukturor. Çlirimin e Kosovës në 99 jemi çlirumës. Rregull e kum shqyqoni. Çlirimin e Veriut. Edhe Veriu në 99 në shliru. Edhe ato të dim. Pra një jetë me kufinë në 99-ës. Rregull është keni ndihmu, mushtru sovranitet e bëjmë gjithë, ju kom tregu zakonisht gjithmonë që çështja e Veriut do të më qenë çështje e brendshme real, është çështje e ballafaqimit të popullit të Kosovës me Serbinë. Vazhdimisht e them, edhe do ta them edhe një herë, dikush e bën lëvizjen paqësore, dikush e bën luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dikush e bën rikonstruimin e Kosovës pas luftës që ka qenë bukur e vështirë. Dikush e bën shpalljen e pavarësisë, dikush e vendos një pikë kufitare në Veri, dikush i vendos doganjert me helikopter, se do të me zërë. Dikush as me helikopter, as me kushtë se rrinjë që atje. Pra gjithë bëj një përpjekje historike, edhe nesër dikush e vendos Kosovën NATO, po pse unë e vendosi për shembull Kosovën NATO, se dikush tjetër, s'do me thonë që ky tjetri ka bo ma pak. Pse ka bo këtë rrugtimin e gjatë.